Albini, mas një vjetë, ka ardhë, më ka kërku falje. Me Albinin është e vërtet kem qenë shumë i afërt. Edhe e kom pyet, Albin, a ku më bo subjekt politik ndonjëherë kjo? Kur tharis? Pa u bërë, është fjala. Kur tha s'bëhet subjekt politik? Thash tregom Albin nëse bëhet në kyqem, se s'du të kyqem në subjekte politike. Para një vjetë e ca, më ka thirrë Albini dhe më ka ofruar post të lartë. Nuk e kam pranuar. Unë për shembull sa isha me vetëvendosjen, nuk isha i pajtimit që qeveria tha që kushtet që u ndreqën gjithë autostrada dhe u harxhu gjithë ky buxhet. Ma vonë kam thënë që shumë mirë që u ndreq. Kanë qenë 2 anglezë dhe 1 amerikane të cilët e kanë themeluar një, është quajtur CAN, Kosovo Action Network, rrjeti i aksionit për Kosovën. Ali Smith dhe ja kom harruar emrat atyre të tjerëve. Edhe ne fillimisht kemi filluar në atë organizatë të angazhohemi. Çka është e vërteta, unë kom pasur oferta të kyqem edhe në parti të tjera. Por nuk e shihja vetën në subjektet politike. Sepse unë si dola nga burgu, regjistrova fakultetin në fund të vitit 2001, përkatësisht fillim të 2002-s, në 2006 në diplomova, kam mbaruar letërsinë dhe gjuhën shqipe. Mirësha edhe me studime, tani fillova të krijoj familjen, më lindën 2 vajza, edhe në 2005 shokët të cilët ishim në CAN, në rrjetin e aksionit për Kosovën, në takimet dhe aktivitetet të cilin të bënim, e hapëm që do të hapim një lëvizje vetëvendosje, një organizat e cila do të jetë pararoj e subjekteve politike. Me Albinin është e vërtet kem qenë shumë i afërt. Edhe e kom pyet, Albin, a ku më bo subjekt politik ndonjëherë kjo? Kur tharis? Pa u bërë, është fjala. Kur tha s'bëhet subjekt politik? Thash tregom Albin nëse bëhet në kyqem, se s'du të kyqem në subjekte politike. Kur s'bëhet? Jam kyqur, kemi punuar, kemi bërë aktivitetet shumëta, atëherë është qujtë koordinator. Kam qenë koordinator që nga 2005 deri në 12 qershor 2010 kam qenë koordinator, ose bashkë koordinator me një Sabitin, kemi qenë Sabit Azizin, në Ferizaj. Në momentin kur lëvizja jonë pranuan dhe u morën vesh shumica që të marrin pjesë në zgjedhjen e 12 dhjetorit 2010, unë personalisht kam qenë kundër. Nuk kam dashur të marr pjesë, por a di si është, jo duhet me bindje dhe në morën pjesë në zgjedhje, unë gjatë fushatës zgjedhore kam dashur të largohem. E kam vërejtur që unë nuk jam i politikës. Nuk jam njeri politikës, nuk jam njeri që di të bëj politikë. Unë jam direkt, drejt për drejt, nuk di të them lakushëm, ndoshta po, ndoshta jo. Edhe disa gjëra mandej që ndodhen gjatë fushatës zgjedhore që nuk më pëlqyen as pak, kam menduar që ato do malverzimi që i kam bërë pika në Ferizaj atëherë, ku mendu që i kam bërë këto tjerat ato si bojnë, fillun me përfundimin e zgjedhjeve, veç e mora vesh që unë, Riza Gjaklin, nga 3 kandidatët që kemi qenë të Ferizajt, dola i pari me vota, edhe kur nuk u zgjodha deputet, dola nga vetëvendosja, nuk dola me pompozitet, me dal mjetet informimit, andej këndej, u tërhoqa, vazhduan ata, më kur në zyrat e vetëvendosjes unë shku. Raportet me Albinin i mbaj prap, sepse para së gjithashtë që është kryeministri unë, ajo është një shokim i burgut. Asnjëherë si më penduar pse nuk jam aty. Para një vjetë e ca, më ka thirrë Albini dhe më ka ofruar post të lartë. Nuk e kam pranuar. Nuk dua. Unë jam udhëheqës i qendrës për regjistrimin e automjeteve në Ferizaj. Jam pranuar me konkurs.
jam që nga 2009 ta. Do me thonë, kur vetëvendosja fare s'ka qenë pushtet. Fare s'ka qenë pushtet. Edhe me stafin tim është aq mirë i kryjm punë dhe kaloj mirë, kështu që ndoshta tash edhe mosha e ka bërë edhe gjitha, nuk kam atë elanën që t'i rrekem dhe të kryj ndonjë punë ku unë mendoj që s'mund ta jap maksimumin. Kur dua të punoj, kam dëshirë të jap maksimumin. Asnjëherë s'm zhgënyer, bile unë e ndjej veten me fat që jam apartijak. Dhe mendoj që dallim nga shokët e mi të burgut, gjërat i shoh më mirë. Se kur t'jesh aderues si një partije, edhe po deshe nuk je më vetvetja, sepse vetvetiu flet, sepse unë kam folur ashtu. Unë për shembull sa isha me vetvendosjen, nuk isha i pajtimit që qeveria tha që që u ndreq që gjithë autostrada dhe u harxhu gjithë ky buxhet. Ma vonë kam thënë që shumë mirë që u ndreq. Albini mas një vjete ka ardhë, më ka kërku falje për neglizhencën, për gjitha, tha kam gabuar, sepse ka qenë periudha kur Feri u shkri te ne, po them te ne, se nësë qëmë aty, kur u shkry Feri aty, s'kam qenë aty unë. Jemi takuar në Ferizaj ka ardhë, në Orhide, në restoranin Orhide, kemi ndajt një orë, kina bo muhabet, se me Albinin, kemi hedhe familjarisht. A i ka ardhë në shtëpin time, unë kam shku në shtëpin time, e time me shoqen, me fmi, kemi qenë meq, jo veç meq shpartish. Edhe më vonë, kam thënë, si më pajtuar shembull, edhe ja kam thënë, Albin, ti je një politikan i cili i faktorizon do njerëz ose subjekte që po t'ishin vetë nuk do t'i merren as 1%. Kështu ka ndodhur me Ferin. Atëherë ka qenë një organizacion jo qeveritare, Shpend Ahmeti, kanë qenë që Dardan Sejdiu e gjithë këta, u shkrin, edhe ata u organizuan, dolën 3-4 deputeta, 5 disa dolën nga ata. Pas kësaj, ma vonë, i faktorizoj këtë listën guxo, Vjosa, ky Peci, kjo Gërvallka, të gjitha tjera. Unë e mendoj edhe sot, po të shkonin vetë, ato s'do të bënin asgjë. As kjo s'do të bëhej presidente, as ta ministra, as ta kurrë. Por Albini i faktorizoi ata, tani po i del punë Albinit mu ballafaqu me ta. Njëherë me këta të Ferit dhe u ballafaqu bile i Feri i murtën edhe disa tonë që ishin bashkëthemelues të lëvizjes vetvendosje. Si Dardan Molliçaje, Frashëri, që nuk më ndodh edhe me këta. Me këtë farë që e ka, me këtë lista guxo, apo quhet guxoja, apo si quhet, me ky Peci që është kryetari i saj tash.